Arsyet pse të flesh me barkun bosh është një ide e keqe. Të qenët i uritur ka efekte negative në të mësuar dhe të punuar dhe madje mund të shkaktojë depresion. Shumë njerëz akoma mendojnë se të shkosh i uritur në shtrat është një ide e mirë, sepse kjo mund të ndikojë në humbjen e peshës, por shkenca ka provuar ndryshe dhe madje ka vërejtur më shumë efekte anësore nga uria. Mund të humbisni masën e muskujve. Për ata që po përpiqen të fitojnë masë muskulare, të uriturit është një zgjidhje e keqe sipas specialistëve. Ju mund të kaloni darkën pa ngrënë, por keni nevojë për lëndë ushqyese për të shndruar proteinën në muskuj. Mund të fitoni më shumë peshë, po ka mundësi që të jetë edhe një efekt i kundërt. Studimet promovojnë humbjen e peshës, por duke mos ngrënë para gjumit, ato mund të jenë të diskutueshme. Me fjalë të tjera, uria para gjumit mund dështojë edhe në rritjen e peshës trupore. Mund t'ju bëjë që të flini keq në gjumë, të humbisni energjinë dhe të ndjeheni të lodhur edhe ditën në vazhdim.